Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë muaji korik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Atëre, kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë, dhe energji të shenjave të ujit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës ju shoh që keni marrë eksperienca në lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Merrni vendime të rëndësishme. Ju shoh që ju mungon dashuria dhe faktikisht kemi Venusin që është në shpinën tuaj, në 9 korik, hyn te shenja juaj. Dhe shoh që është një periudhë, do me thënë që ju nuk do ndjeni mirë. Do ndjeni mungesë dashurie, mungesë në një personi, do ndjeni mungesa ekonomike. Në rastin tjetër, edhe pse merrni vendime në fillim të muajit, do ndjeni një pjesë prej jush të lodhur fizikisht, ndërsa një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me shëndetin. Duhet keni pak kujdes me shëndetin tuaj. Gjithsesi në fund të javës shoh një çlirim. Ju mund të jeni dhe nervoz gjatë kësaj jave. Por në fund të javës ju shoh që merrni lajme të mira, një çlirim shpirtëror, do ndjeni më të qetë. Dhe shoh që kjo do jetë më tepër me hënën e re që është në datën 14, gjithsesi pavarësisht se doli sepse efektet fillojnë më përpara, doli te java e parë. Por unë shoh që do merrni lajme të mira dhe do çliroheni nga këto situata të vështira që ju keni kaluar. Disa prej jush mund të keni të bëni me institucione shtetërore, dokumenta, studime, mund të keni të bëni edhe në lidhje me edhe me shëndetin, por dhe me institucione shtetërore. Mund të jetë edhe çështje ligjore për një pjesë tjetër. Dhe shoh vendime të rëndësishme që do merren. Gjithsesi, shohim javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjinë e shenjës së Akrepit ose shenjat e ujit, me energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të tokës. Atëherë shoh që diçka ju ka shtruar. Ndoshta ju mund të jeni ndjerë të shqetësuar, nervoz, në lidhje me një dashuri që ju ka shtruar dhe ju largoheni për të marrë një drejtim më të mirë për vete, duke i lënë gjërat mbrapa në lidhje me një njohje ose lidhje. Dhe për gjetur atë qetësinë tuaj, për të qartësuar dhe gjykimin tuaj në lidhje me këtë gjë. Për pjesën tjetër, mund të lini një marrëdhënie ose disa tensione që do keni, se shoh që keni tensione në mesin e muajit, disa situata konflikti që mund të keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ju dëshironi vërtet të largoni se ju ka shtruar, por ju përsëri, edhe pse largoni, shoh që ndodhin disa konflikte ose tensione. Gjithsesi në fund të javës jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me këtë gjë. Këto mund të jenë te vendi punës, në grupe njerëzish, sepse shoh një konkurrencë shumë të fortë këtu. Te vendi punës ju do luftoni për veten tuaj, dëshironi të largoheni nga disa gjëra që vërtet ju kanë shtruar nga ana emocionale, por kur themi ana emocionale nuk ka të bëjë vetëm me dashurinë, ka të bëjë edhe në lidhje me punën, me një çështje ose me një situatë që ju ka shtruar. Dhe shoh që ju përsëri do përballeni me disa tensione ose disa konflikte, grindje mund të jenë në grupe njerëzish, por ju do mendoni seriozisht dhe shoh që do jeni në një pozicion më të përshtatshëm në fund të javës, duke menduar shumë fort për anën ekonomike, shoh më shumë. Mund të ketë një konkurrencë të fortë në punë në lidhje me anën tuaj ekonomike. Por ndërkohë shoh që mund të jetë dhe një person që do t'ju këshillojë, është një person që ka eksperjenca në punë, ose mund t'ju mbështesë në lidhje me anën ekonomike. Gjithsesi vazhdojmë në lidhje me javën e tretë.
Atëherë, në javën e tretë, i shoh do ndiheni më mirë. Jemi te energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjave të ujit përsëri dhe energjia e shenjave të tokës jeni ju vetë. Shoh një çlirim shpirtëror në momentin që të filloni të mendoni gjërat më seriozisht. Unë shoh që ju çlirojeni, do ndiheni më të qetë, do ndiheni më të gëzuar. Do jeni më të ngrohtë me emocional në fillim të javës tretë dhe shoh që aty do takoni një person nga e kaluara. Rikthehet diçka nga e kaluara dhe ju shoh që jeni shumë emocional në lidhje me këtë person. Por shoh që keni dhënë shumë te ky person dhe nuk keni marrë aq sa keni dhënë. Gjithsesi në lidhje me pjesën tjetër, shoh lajme të mira nga e kaluara me çështje dhe situata që kanë lidhje me të kaluarën, me fëmijët tuaj, mund të kenë lidhje mund të jetë dhe një shërim shpirtëror kjo për disa prej jush. Ju do keni me një lajme të mira nga fëmijët tuaj, do t'i mbështesni gjatë kësaj periudhe dhe shoh që po investoni shumë në lidhje me fëmijët, por rezultatet deri tani nuk është se kanë qenë ato që ju keni pritur. Në rastin tjetër mund të ketë bëjë me një punë, me diçka nga e kaluara, që rikthehet përsëri, një çështje ose situatë, por ju shoh që ndiheni të pakënaqur. Mund të takoni një person ose rikthehet një çështje dhe një situatë dhe ju ndiheni të pakënaqur, sepse mendoni që keni dhënë shumë dhe keni marrë pak në lidhje me diçka që ka lidhje me të kaluarën tuaj. Thash ju shoh shumë mbështetës ndaj fëmijëve tuaj gjatë javës së tretë. Në lidhje me punën keni arritur një lloj standardi dhe mendoni se si të jepni zgjidhje ose si të lindini ide të reja. Sepse në fillim të javës së parë ju shoh që ndjeni mungesë parash, ju mund të shpenzoni, keni pagesa të ndryshme dhe ngeleni me pak para në duar. Dhe kjo gjë ju bën të ju trishton, ju mërzit. Por në fund të javës së tretë, ju do jeni duke menduar ose duke pasur ide në lidhje me punën tuaj, shoh që punoni shumë fort për të qenë më të organizuar, për të vënë një rregull në punën tuaj, por kjo do vi fal ideve që ju do keni në fund të javës së tretë. Ne vazhdojmë në javën e katërt. Atëherë në javën e katërt ju shoh që jemi te energjia te karta e botës ku ka energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Luanit dhe Virgjëreshës energjia juaj. Atëherë jemi te energjia e shenjave të zjarit dhe energjia e shenjave të ujit. Gjithsesi mund të keni dashëdenten ose hënën në këto shenja. Unë shoh që mbyllni një cikël të vështirë. Gjitha këto vështirësi, disa tensione, një shtërim emocional që keni pasur në lidhje me çështje dhe situata, me dashurinë, me një njohje, me lidhjet në marrëdhënie familjare ose në punën tuaj nga ana ekonomike. Ju keni dashur të bëni një fillim të ri, por aty kanë lindin përsëri konflikte. Dhe ju do harrini ta mbyllni këtë cikël të vështirë që keni kaluar. Shoh një ndryshim të madh, fillon një cikël i ri për ju. Dhe këtë e kemi me hënën e plot ku ju i mbyllni situatat nga e kaluara që janë në javën e tretë dhe jeni duke filluar një cikël të ri, por që do vi gradualisht. Dhe shoh që ju do hidhni hapa drejt diçkaje më të bukur në jetën tuaj, drejt një njohjeje më të re, drejt lidhjeve, marrëdhënieve, ndoshta për të ndryshuar diçka aty, ose në rastin tjetër në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, që mund të kenë lidhje edhe me të kaluarën, por kanë lidhje edhe me anën ekonomike. Gjithsesi, mbas ndryshimit të këtij cikli, ju shoh përsëri jeni në hënën e plot, duhet keni kujdes sepse aty do keni përsëri disa situata të vështira, situata tensioni, një lloj disa konflikte që mund të keni, por shoh dhe një sukses edhe një fitore që do keni. Mbasi të largoheni dhe të lini mbrapa gjithçka në të kaluarën tuaj, unë shoh një sukses, një fitore me ju, shoh udhëtime, mund të jenë udhëtime pune, udhëtime për pushime, sepse shoh nga konfliktet kalojmë te karta e fitores, një sukses, një fitore që do keni gjatë fundit të muajit. Por gjithsesi në fund të muajit ju shoh që jeni përqendruar në humbjet e së kaluarës. Mund të jetë humbja e një personi, humbja e një dashurie, mund të jetë humbja e një pune, humbje ekonomike, humbje kohe, humbja e mundësive që ju keni pasur.
në jetën tuaj dhe jeni përqendruar tek kjo gjë dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Gjithsesi mos e mbani, mos u përqendroni te gjërat që keni humbur, shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Mund të jenë mundësi dhe oferta në lidhje me dashurinë, me një person, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi shoh që ju do filloni të keni dhe ide të reja gjatë fundit të javës së 4. Gjithsesi shoh udhëtime, fitore, sukses, shumë njerëz do t'ju mbështesin, por do ketë dhe persona që në këtë sukses që do keni nuk është se do t'ju mbështesin shumë. Gjithsesi e rëndësishme është që ju po ecni para drejt fitores, drejt suksesit, thjesht mos u fusni në këtë energji sepse ju shoh që përqendroheni edhe pse ju fitoni diçka, mund të jetë një konkurrencë te vendi punës, një konflikt që mund të keni, një situatë tjetër që mund të keni, ju për disa prej jush mund të jeni në udhëtime duke shkuar drejt një personi, sepse ju shoh që mendoni që e keni humbur këtë person, por gjithsesi ju shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Është një muaj që ka ulje ngritjet e veta, edhe në lidhje me ju, si të gjitha shenjat e horoskopit, dilni nga këto situata mungesash, sepse shoh që ju kanë lodhur, gjithsesi do të çliroheni, lini mbrapa gjëra që ju kanë shtërruar emocionalisht, harini të merrni një drejtim për veten tuaj, mendoni seriozisht, pavarësisht disa tensioneve që mund të keni, do çliroheni nga ana shpirtërore, do ketë njohje të reja, por do ketë dhe persona nga e kaluara që do rikthehen tek ju. Gjithsesi, edhe pse rikthehen këta persona, ju nuk është se mendoni që keni dhënë shumë dhe keni marrë pak, dhe e mbyllni këtë cikël të vështirë, shoh një fitore, një sukses në një cikël të ri, dhe këtë do ta bëni ta mbyllni me anën e plot, dhe në fund të muajit thjesht dilni nga situatat e humbjeve që mund të keni pas në jetën tuaj. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë jemi te mbreti i monedhave, që është një energji fantastike. Do jeni shumë praktik gjatë kësaj periudhe, do jeni më të organizuar, do keni fat, ju thot, gjithsesi pavarësisht situatave, fati do t'ju ndihmoj. Duhet të besoni te mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë këtij muaji. Do hapet diçka e bukur në lidhje me ju. Gjithsesi ju shoh në një pozicion të mirë, sepse jemi te mbreti i monedhave, ju shoh në një pozicion mbretëror, duke menduar shumë seriozisht, do ndiheni më të lumtur, ju shoh nga ana ekonomike ndiheni mirë, do keni mbështetje nga persona që mund të jenë të fuqishëm, që janë në pozicione të forta ekonomike, por thjesht duhet besoni te mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë, sepse është një periudhë vërtet e lumtur në lidhje me ju, pavarësisht situatave që do keni gjatë muajit. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një fundjavë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.